Përshëndetje të nderuar teleshikues të Alp TV Kanada, vazhdojmë përsëri rrugtimin tonë me bizneset shqiptare në Toronto. Sot kemi kënaqësinë të intervistojmë një ndër agjentët më të suksesshëm në real estate në GTA, zotin Aldo Gjanci. Aldo, përshëndetje, si fillim sa vite keni në real estate? Unë kam filluar real estate që nga viti 2008 dhe besoj se duhet jenë 18. Pse një shqiptar duhet të zgjidhë një agjent shqiptar dhe jo kanadez? Do të zgjedhë mendoj unë që një shqiptar do të zgjedhë një agjent shqiptar për arsye sepse është gjua, zakonet, traditat që ne mund të ndihmojmë më tepër. Flasim në plain language, në gjuhë më të thjeshtë, më të pastër dhe kemi të njëjtat idetë e investimeve. Sa kushton sot një shtëpi normale për një familje me 2 fëmijë në GTA? Zakonisht në GTA mund të jetë pike $850,000 $900,000. Cila është zona më e mirë për shqiptarë për të jetuar? Toronto. Sa është vlera realisht për një down payment? Down payment gjithmonë për një shtëpi 1 milion që ne diskutojmë që duhet të vënë më mirë 20%, por për ata që s'kan mund të shikojnë opsionet e tjera për të vënë 10%, po të paguajnë insurance mortgage edhe do paguajnë dhe më tepër interes gjatë kohës. Cili është gabimi i parë që shqiptarët bëjnë përpara se për të firmosur një shtëpi? Zakonisht shqiptarët bëjnë gabime në firmosjen e shqiptarët, të gjithë. Pa shikuar, pa lexuar mirë me kujdes ata shkronjat e vogla, shkrimet e vogla me shkronjat e vogla dhe pa u kujdesur shumë për sa i do i bie pejmenti muaj për muaj që kanë për të paguar, edhe me idenë që se sa është amortizationi që për sa kohë që do të paguajnë këtë shtëpi. A ka programe të qeverisë kanadeze për first time buyers që shqiptarët nuk e dinë akoma? Ka shumë programe për first time buyers. Governmenti qeveria kanadeze ka jep lehtësira edhe për të paguar ata për down payment, për të paguar gjysmë për gjysmë në down payment, po do jesh bashkëpunar me qeverinë, me shtetin. Për një shqiptar është më mirë për të blerë një kondo apo një shtëpi, cila është zgjedhja më e mirë që mund të rritë vlera në vitet e ardhshme? Një shtëpi. Për të gjithë shqiptarët që kërkojnë një konsult falas, ku mund t'ju gjejnë? Mund të gjejnë gjithmonë këtu ke Zyra ose ke Eagles Lounge, kafe që është në 1563 O'Connor Drive. Shumë faleminderit dhe shumë kënaqësi. Faleminderit, gjithë mirat.